Hala ka ma keq, ku pata një mesazh, një ankesë për një motre, Allahu e bekoft, e cila thoshte hoxha, 12 vjet i kam martes, më ka kap kanceri, Allahu e shëroft ja Rab, edhe thot për shkak të kësaj smundje abortova 2 fëmijë, edhe sa po i abortova burrin më shaj. Më tha, tash si e të mytë se smutje, edhe 2 fëmijë më laj edhe pa fëmijë, edhe s'kam nevojë për ty, shko tash te prindët e tu. Vllaznia tha s'm pranu. Tash tha, jam të ne vetëm me qira, edhe me mjekime. A është ky burr i dani? Subhanallah. Ky nuk është burr. Ky nuk është as mashkull. Që paramendon në Islam s'po lejohet shokun me cilin je ul, me cilin e ke bën një projekt, me e tratu, me lon gjustudhës, si lihet bashkëshorti ose bashkëshortja. Në Islam e kemi mawadda wa rahme, dashni edhe mëshirë. Dashni kur janë mirë të dytë dhe mëshirë kur është njëri me vrejtje, kur ka vrejtje.